Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave kemi propozuar disa ndryshime në 3 ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të parafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto ndryshime janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadër të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara ka natyrisht edhe benefite dhe sjell, si të thuash, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin ton financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Pa diskutim që këto ndryshime jo vetëm përmirësojnë sistemin aktual financiar të Shqipërisë, por diktojnë natyrisht edhe ecurinë ekonomike të vendit, pasi një sistem financiar i shëndosh dikton dhe një ekonomi të shëndosh. Ju faleminderit.